Deputet, po du me të pyet realisht sa ndjesh krenar që emri yt lidhet me periudhat më të rëndësishme të shtetformimit të Kosovës. Përshëndetje, miqtë emisioni 05, pas shumë kërkesave nga audienca jonë që të kemi intervista edhe me figura politike, tashmë në emisioni 05 ka marrur parasysh të gjitha mesazhet që kemi pranuar. E pa dyshim se në intervistën tonë të parë, kush tjetër veçse një ndër figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike, deputeti Elmir Reqica. Deputet, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove emisionin 05. Faleminderit ty për ftesën, kemi bërë plan që sa kohë. Ashtu. Dhe realisht tash po i vjen që për shkak të zgjedhjeve, po ne kemi pas bërë planin me realizu këtë intervistë para zgjedhjeve. Dhe kur s'ka të bëj fare me zgjedhjen, po megjithatë, mirë që ja kemi vendosur. Tash erdhi momenti. Erdhi momenti. Ashtu, deputet, faleminderit shumë edhe një herë. Po vazhdojmë po ecim kështu. Patjetër. Deputet, është hera parë që të kemi një intervistë edhe po du me të pyet pak realisht si e kujtoni kohën e luftës dhe sa të kanë ndihmuar në formimin tënd si politikan. Luftrat përgjithsisht janë të rënda. Luftrat prodhojnë pasoja. Vriten njerëz, vriten fëmijë, dhunohen gra, ka shkatërime. Dhe lufta përgjithsisht të kujton momentet më të rënda të jetës. Mirë po. Në anën tjetër, lufta pastaj të kujton që me atë luftë, edhe me përfundim të asaj lufte, ne sot ecim të lirë. Ka qenë e paimagjinueshme para luftës me bën një intervistë të tillë në këtë shesh, biles ka qenë fare shesh, e më bëni. Ashtu. Kjo është ajo që është ndjenje përzier. Po në fund, kur e përmbyll krejt, është pjesa më krenare e jetës sime. Po njëkohësisht është pjesa që i ka dhënë këtij vendi më së shumti. Thotë nëse e kalkulojmë rezultatet. Thotë historikisht ka pas gjithmonë përpjekje për të qenë lirë të pavarur. Në sens, lufta e ka sjellë këtë. E ka sjellë lirinë, pastaj pavarësinë. Pa diskutim, kujton gjithë ata shok, miq, bashkëpunëtor, me gjithë ata të cilët ti ke rrugtu bashkë edhe sot nuk janë në mesin të gjallë. Janë heronjë, janë marterë, janë njerëz që kanë sakrifikuar veten për lirinë e saj. Ashtu, deputet, po du me të pyet realisht sa ndjesh krenar që emri yt lidhet me periudhat më të rëndësishme të shtetformimit të Kosovës. Obligimi i çdo njeriu është që të jetë koherent, në hap me kohë, dhe të jetë produktiv në gjitha periudat e asaj kohë që jeton. Unë ndihem shumë mirë, ndihem i përmbushur, sepse gjatë gjithë angazhimit tim, që nga mosha e hershëm, ose nga e fëmijës, kam qenë pjesë e këtyre angazhimeve për të mirën e këtij vendi. Këtyre dhe në vitin 1981 ka pas demonstrate, edhe këtë shesh, bashkë këtë parkën këtu. Sot e ke heroinën, hyremin, një mira. Dhe unë ndihem shumë mirë, pikërisht për atë, që kjo pjesë e re e historisë ka kriju një realitet të ri. Nuk ka qenë lehtë me kriju edhe një shtet shqiptar. Nuk ka qenë lehtë. Sepse Serbia, Jugoslavia kanë qenë shtete të fuqishme, shtete në aspektin material, në aspektin ushtarak, desa diplomatik. Ka qenë e paimagjinueshme që një ditë ne mund të kemi kështu fuqi.